Ka njerëz musliman që e këshyrin vetën pasqyre, edhe ju pëlqen vetja, edhe ja mërmenja që me qëtë ftyrë, moj me bana e haram dikon. Ka njerëz që e këshyrin kuletën e tyne, edhe i shohin paret e tyne, edhe thojnë me këto pare sante moj me shku atje dhe atje prej harameve. A di çfarë po du me thonë me këta? Po du me thonë të mirat që ti ka dhënë Allahu Azza wa Jall shfrytëzoj për hajër. Për shembull, nëse Allahu Azza wa Jall të ka dhënë një fytyrë të bukur, shfrytëzo ata për me kanë sjell shumë për njerëzit, që njerëzit me e dashur Islamin për shkak tanin, për sebeb ti më ba që njerëzit me dashur Islamin. Nëse Allah të ka dhënë pasuni, shfrytëzo pasunin tane për më bë dashur të njerëzit, për me thirr njerëzit në Islam. Nëse dikush don, për shembull, baba e nana jote që dojnë shumë, e ke pa për çka shfrytëzon, sidomos rinia, dashninë e babës e nanës e shfrytëzojnë për m'ia marrë do parë dhe medal. Jo musliman, shfrytëzohet dashninë e babës e nanës për mi mjell diçka për Islamit. Shfrytëzohet këta për m'ia mjell në fjalë të mirë për festë tonë. Këto shfrytëzohet, çdo të mirë, e ke marrë lejen, shfrytëzohet për hajër, e ki kerrën e mirë. Sa del e shetit shokin tan që nesër ata kthen shpinën, nesër s'nje, nesër pe xhelozis largohet pe teje, mos e shetit e nanën tane. Alhamdulillahi rabbil alamin, e ke marr lejen, e ki kerrën e mirë, sa livdohesh para dikojnë edhe ban harame, ban me një masi, merre nanën edhe babën tan, shetiti, merre familjen tane, shetiti, që ti i kënaqur edhe ti je shembull për musliman.